Kandidati për kryetar të komunës së Tetovës nga radhët e koalicionit Vlen Bilal Kasami në tubimin e mbrëmshëm elektoral me banorët e Reqicës së Vogël akuzoi kundër kandidatin për mungesë të programit për zhvillimin e Tetovës. Kasami tha se kundër kandidati premton projekte që janë realizuar dhe janë në realizime sipër. E kishë nxjerrë një hallexhi, të cilit ne sot ja asfaltojmë rrugën, i cili thonte ma mirë në përbal se sa të përkulemi dhe të humbim dignitetin. Po cilin dignitet? Atë ju ashkelja lju me rastin Monstra, me rastin Brodec dhe me shumë raste tjera. Cili shqiptar dhe shqiptare, cila nam dhe motër është krehur zhak si në kohën e BDS dhe dilë të zavenci atyre të thot po këta janë terroristë. Pra, digniteti mbrohet duke investuar në Tetovë. Digniteti shqiptarëve mbrohet duke shqiptarët hecur në për asfalt, jo në përbal. Mbrohet në shkolla moderne si kjo. Mbrohet në pishinat cilat i ndërtojmë si ata që i promovuam sot nisjen e punive në Najm Frashëri dhe në shkolla e re të Xhamia e Rinis. Mbrohet duke ndërtuar stadiumin e qytetit që Shkëndija jon të luajë në Tetovë dhe jo të shkojë në Shkup të luajë. Në ndërkohë, bartësi i listës këshilltarëve Albi Qamili tha se qytetarët tashmë do të zgjedhin të votojnë koalicionin Vlen, i cili është angazhuar për një Tetovë të zhvilluar. Në këto zgjedhje kemi opsionin për të çuar Tetovën përpara apo për të kthyer Tetovën prapa. Si asnjëherë më parë, nuk kemi patur zgjidhje më të lehtë në Tetovë. Do të votojmë për të zhvilluar dhe për t'i dhënë hovë zhvillimit, apo do të votojmë për të kthyer Tetovën në greminën e atyre që mbajtën peng qytetin tonë për 20 vite. Kundërshtarët tonë pa asnjë ide dhe pa asnjë plan po përdorin një slogan absurd, nuk na duhet asfalti. Jo, të nderuar qytetar, neve na duhet asfalti, sepse një rrugë e rregulluar për ne është dinjitet. Krahas Kasamit dhe Qamilit në këtë tubim të pranishmëve ju drejtuan edhe kandidatët për këshilltar nga koalicioni Vlen.